Dy ligje në Maltëzi që janë kontroverse prej perspektivës së Brukselit, amendamentet e ligjeve në sektorin e gjyqësorit në Serbi dhe dëshimi për t'ia hequr imunitetin parlamentar ish zëvendës kryeministres Belinda Balluku në Shqipëri i kanë kthyer këto tre shtete kandidate për anëtarësim në Bashkimin Evropian sërish para testit kryesor për pranim, atij për sundimin e ligjit. Përparimi në të gjithë kapituj që duhen mbyllur para anëtarësimit nuk do të jetë i mjaftueshëm nëse vendet kandidate shënojnë kthim prapa në kapitujt 23 dhe 24 të cilët, sipas metodologjisë europiane të integrimit, hapen të parët dhe mbyllen të fundit. Reformat e pakthyeshme në këto fusha janë kusht që partnerët e zgjerimit të përparojnë në rrugët e tyre të pranimit, duke i përmbushur standardet specifike, bën të ditur shërbimi për media i Komisionit Evropian në përgjigje të interesimit të Radios Europa e Lirë. Komisioni Evropian e ka përmendur në raportin e progresit në tetor të vitit kaluar se shqetësimet kryesore për Shqipërinë përfshin rritjen e presionit politik në gjyqësor, luftën e dobët kundër korrupsionit dhe lirinë e kufizuar të medias. Sfida e fundit ka të bëjë me refuzimin e deputetëve të Parlamentit të Shqipërisë për t'ia hequr imunitetin ish zëvendës kryeministres Belinda Balluku, e cila është e akuzuar për korrupsion. Brukseli nuk është pajtuar me deklaratën e Ramës se kërkesa për heqje të imunitetit nuk ka qenë në përputhje me kushtetutin. Radio Europa e Lirë ka mësuar që diçka e tillë ka ndikuar drejt për drejt në rezistencën e disa vendeve anëtare që t'ia garantojnë Shqipërisë një IBAR pozitiv. IBAR është shkurtimi për raportin mbi vlerësimin e përkohshëm të standardeve ku vlerësohet përparimi në sundimin e ligjit, gjyqësorin dhe luftën kundër korrupsionit për kapitujt kyç 23 dhe 24 në negociatat e anëtarësimit. Derisa vendet e BE-s të mos e miratojnë në mënyrë unanime IBAR-in, Shqipëria nuk do të mund të ecë përpara në mbylljen e kapitujve. Ndërkohë në Maltëzi ambicet e autoriteteve që të bëhen vendi 28 antar i BE-s janë komplikuar pas miratimit të amendamenteve në ligjin për çështje të brendshme dhe ligjin për Agjencinë e Sigurisë Kombëtare. Sipas Komisionit Evropian, këto amendamente nuk janë në përputhje me rregulloren e përgjithshme për mbrojtjen e të dhënave dhe direktivën për zbatimin e ligjit. Në rastin e Serbisë, BE-ja ka qenë e qartë pas miratimit të ligjeve të gjyqësorit me nismë të partisë së presidentit Aleksandar Vučić. Kritikat kanë qenë të shpejta nga Brukseli, përfshirë prej komisioneres për zgjerim, e cila ka vlerësuar se këto ligje kufizojnë pavarësinë e gjyqësorit dhe përbëjnë kthim prapa.